Për 10 vite isha e pa punë, pavarësisht se jam mundu të aplikoj në për konkurse, por pak e tendencat politike më bën që të heq dorë pas shumë aplikimeve, sepse më duke vetja që vetëm përshkoj për e plotësoj një kriter për një kandidat që vetëm se ishte i emëruar paraprakisht edhe ja plotëson normën dhe kriteret e konkursit. Por e fillova një kapitull mjaft bukur për mu, për 10 vite e kryova familjen, linda 2 fëmijë dhe ka qenë pjesa më e bukur e jetës time. Por normalisht synimet edhe ai vullneti për të qenë aktive në komunitet, filloj prap me ambicjen time që e pash që vetë mja rrugë ishte t'i futem politikës. Hapat e parë kanë qenë normalisht, kam kandidu fillimisht si asambleiste në asamblejnë komunale, por fatkeqësisht nuk mund të rezervoja se ulse në kuvend, sepse ishte një garë e fortë. Pas vetëm ishte një rrugtim sa për të mi hap dyrt drejt angazhimit tim publik, pas kësaj periudhe më ofrua të udhëheq drejtorinë e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale, një drejtori që edhe sot deri besoj me 1 dhjetore përfundojmë edhe si mandat që e kam bë me shumë përkushtime dhe përgjegjësi. Unë të ndalim të ky 10 vjeçari, si që përmendet, 10 vjetë pa punë, duhet ke qenë e vështirë, ndoshta edhe emocionalisht, por edhe në këtë përmbushjen personale, si juriste, është pak e vështirë ta pranosh? Është e vështirë, normalisht, sidomos ajo periudha 10 vjeçare kur ishte vetëm kujdesi, jo që është diçka e keqe kujdesi ndaj fëmijëve, por si grua kishe nevojë të kishe gjërat tua, të dilje pak me fëmijët, se janë ka qenë e vështirë dhe normalisht një profesion që automatikisht të duhesh të jesh aktive. Por me vullnet edhe për kushtim besoj që pavarësisht sfidave i te i kalon edhe arrin aty ku synon. Ku synon? Normalisht tani e 4 vite, vetë se 4 vite, si udhëheqëse. Si udhëheqëse, normalisht ka qenë sfida më e madhe e jetës time, kur vetëm se e mora edhe drejtorinë e shëndetësisë dhe jo pak drejtori, sepse ishte një drejtori që automatikisht kishte një ndikim shumë drejt për drejt tek qytetarët, edhe normalisht më është dashur ta jap maksimumin nga vetja. Si e prite, po themi ndoshta lajmin apo thjesht si e more në fillim, duke qenë se është një përgjegjësi e jashtëzakonshme të udhëheqësh drejtorinë e shëndetësisë në këtë rast? Të them të drejtën, kur jam propozuar fillimisht për ta udhëhequr këtë drejtori, normalisht edhe ajo periudha e gjatë kohore pa angazhim, qoftë në institucion publik, qoftë ajo privat, më bënte të hezitoja që ta marr. Mirë, po thash me veten, më keq se jam nuk mund të bëhem, edhe do ta sfidoj veten edhe normalisht na gratë kur këmbgulim për diçka, besoj që ja arrim. Si kanë qenë për ty këto vite? Normalisht me sfida të ndryshme, sidomos fillimi ka qenë vërtet shumë i vështirë, por edhe sidomos java e parë e punës, kur vinin zyrtarët edhe ti tregonin përgjegjësitë dhe asnjëherë, normalisht pastaj u mësova, po fillimisht thonin të kesh kujdes, çdo nënshkrim shko në burg, kur ma përmendin këtë fjalë, thoja me vete çka jam të bënë këtu, me këtë farë stresi, me këtë punë, por normalisht i dhash vetes hapësirë. Po thuaj se për një javë mendova që ta dorëzoj detyrën, po thash kimet ndalo. Pate më dyshje, një lëvizje brenda. Pata më dyshje, po i dhash vetes hapësirë dhe 1 muaj, thash nëse nuk vazhdon ndryshe, do ta lë. Por jo. Ja ke dalë mban, je gati në fund të mandatit. Ja dola mban edhe kur ndalem edhe mendoj për atë javën, ndjem shumë krenare që i kam bra pishman edhe kam vazhdu. Po, që ke këmbgul për kundër atyre dyshimeve, për kundër asaj periudhe që ndoshta gjithë secili mund ta kemi në fund ditës një dyshim brenda vetes, po që duhet patjetër ndonjëherë edhe në qoftë se gabojmë apo thjesht dështojmë gjatë rrugës, mësojmë prej asaj. Absolut, ato janë, nëse nuk gabojmë edhe nuk mësojmë realisht, por për mu ka qenë një fat i mirë që kam pas bashkëpunëtor të mirë edhe ja kam dalën.
pavarësisht aty në sfidave që kemi pas. Po mirë, kusht ka ndihmuar gjatë kësaj periudhe, qoftë në gjatë asaj jave dhe gjatë sfidave të tjera të jetës? Kush janë nxitësit e tu më të mëdhenj? Fatmirësisht kemi pas një kolektiv shumë, sepse kemi qenë gjithë të rinj dhe normalisht e kuptonim shumë mirë njëri tjetrin me sfida, sepse po përballeshim pothuajse sfidat e njëjta kishim gjithë secili. Kemi pas një kolegialitet tepër të mirë. Dhe normalisht shtytja ka qenë se askush nuk e ka provu ma përpara këtë lloj sfide, të gjithë jemi të njëjtë, kemi me vazhdu, çdo ku kemi ngecje dhe paqartësi, ka qenë ajo mbështetja e bashkëpunëtorëve tonë që kemi pas. Po. Je paragjykuar në fillim kur ke marrë pozitën, Kimeta? Them me sinceritetin më të plot, normalisht që paragjykohesh, të paktën ke pas njerëz që nuk të kanë motivu me vazhdu, po të kanë thonë ke më dorëzu. Është drejtorie e vështirë, nuk mund t'ja dalësh, por kjo ka qenë sfida më e madhe që pozita nuk t'jep vlerë, po vlerat ja shton asaj pozite nëse veç i kryen me përkushtim, me ndershmëri, edhe me tregu rezultat në fund ditës për ato punë që ke marrë përgjegjësi. S'ta kanë besu? Nuk ma kanë besu, po tash besoj që i kanë këthy fjallë mbrapa. Po, e shumë e vërtet. Ka pas raste kur të kanë ardhë në zyrë apo diçka e tillë dhe kanë kërku shefin, sepse kështu ndodh tek ne. Normalisht kur të shohin një grua në pozitë, sidomos atë vendimarrëse, e kërkojnë një mashkull të jetë. Jo, nuk më ka rastis, them drejtën, nuk më ka rastis, po normalisht kur vje puna e fjalëve për ma shumë pesh, prap orientohen të një burë, se mendojnë që ka... E kërkojnë një tjetër. Po jaf kam dëshmu të kundër të. Ti ke dalë ndryshe, shumë e vërtetë. Dhe këtu do është ta dalë, sepse kjo është të qenurit të grua vendimarrëse, është shumë e vështirë, vjen me shumë paragjykime, vjen me shumë mosbesime, por mbi të gjitha, kur janë të vendosura edhe ja dalin. Ja dalim. Të përfundojnë edhe mandatin me sukses, sepse jo. Do ta rimerje përsëri pozitën, Kimeta? Po, përderisa jam në këtë drejtori edhe i di mirë punët, nuk është që nuk do ta merrja, po më pëlqen me sfidu vetën edhe në pozita tjera. Tash përderisa e kam thyer atakullin e sfides pas 10 viteve me ardhë me menaxhu një drejtori të rëndësishme, për mua nuk është as pak e vështirë tash me sfidu vetën edhe në pozita të tjera. Cili vendim apo cilja arritje në këtë rast ka mas shumë të pesh për ty, apo si sukses që llogarit gjatë këtyre viteve që ke qenë në drejtori? Si u thejtë se? Të them drejtën, kemi pas sukseset të shumta, sepse drejtoria e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale automatikisht lidhet direkt me qytetarin. Edhe unë ndihem shumë krenare që kena arrit me bëj shumë punë në drejtori, sidomos në fillim të mandatit, kena funksionalizuar një AMF në fshatin aty ku është mas largo. Për 2 herë në javë, po të paktën po ofrojmë shërbime edhe atje shëndetësore. Pastaj e kem pas rifunksionalizimin e sektorit të stomatologjisë që ka munguar për 10 vite më shumë, edhe ka qenë një lehtësim, sidomos për qytetarë, sepse për një ndërhyrje shumë të vogël është dashur të shkojnë në diku private dhe të harxojnë edhe kosto. Kështu që jepen ato shërbime falas edhe janë shumë të kënaqur edhe qytetarë. Por do ta veçoja diçka më të rëndësishme që kam bërë gjatë këtyre 4 viteve, se normalisht kur jenë në krye të një drejtorie që ki të bashkë direkt me shëndetin, unë i kum kushtu shumë rëndësi, sidomos grave me kancer të gjirit. E kam një grup të veçantë me ta, pothuajse jena bo mi kesha me to, edhe normalisht jam mundu në çfarë do forme me i pa nevojat e tyre, sepse jo çdo herë ajo gjendja financiare nuk është e mjaftueshme për to, po ndonjëherë vlen t'i kemi mbështetje edhe nga gjendja emocionale. E kështu që kam krijuar një raport shumë të mirë me ta, edhe në çdo moment më falenderojmë për çdo hap që bëj për ta. Sa ke arrit t'ju ndihmosh tani? E kuptoj që është një periudhë shumë e vështirë për gjithkë që është duke kaluar në këtë fazë, dhe çdo mbështetje, çdo fjalë ndoshta mjafton edhe një fjalë e mirë. Edhe fjalët janë shumë të rëndësishme për ta, sidomos komunikimi, sepse më përpara nuk e kanë ditë edhe kush e udhëheq drejtorinë ose diçka tjetër. Edhe fatmirësisht kur kemi ardhur në fillim, edhe takimin e parë që kam pas me
kategorinë e hendikosit, edhe pastaj kam pas takimin me këto gra. Edhe kam kërkuar nga ata, sepse ne si komunë normalisht i mbështesim në mënyrat ndryshme me subvencionime, qoftë për barna, qoftë për kontrolla mjekësore, por doja të dija diçka nga ata që ato i ban të ndihen mirë. Edhe më kërkuan të t'ja siguroj një ekskursion, një ditor, ku do qoftë ajo. Edhe e din që në atë moment kur e kam realizu ekskursionin, kanë qenë shumë falenderuese edhe aq shumë kanë bëm ndje me emocion, sa që mo e kam vazhdu, e kam bë tradit që çdo tetor organizoj një ekskursion të veçantë për ata gra. Tetori në muajin roz, pikërisht në muajin e ndërgjithësimit për kancerin e gjirit. Pikërisht atëherë. Tërë muajin javë përkushtoj atyre. Po sa gra kanë marrë pjesë në këtë ekskursion? Ku keni shku? Si keni kalu? Më intereson shumë di, sepse qenë ka një moment shumë i veçantë, edhe si që përmendet normalisht, po besoj që për atë ditë gjitha shqetësimet, gjithë barën, gjitha ndoshta mendimet negative që i kanë pas, po besoj që i kanë lënë anësh edhe janë fokusuar. Të them të drejtën, janë të prej kura shumë, për ata që janë pak më të forta me shëndet, ata edhe morrin pjesë, janë më aktive në këto ekskursione. Ekskursionin e parë e kam bën në Maqedoni, e kam bën Ohër, Struk, po normalisht kemi dalë edhe në Pogradec. Edhe ka qenë një atmosferë tepër e mirë, sa që kanë pas relaksim tepër, edhe pse ka qenë lodhje, se për gjatë tërë ditës, po fatmirësisht të gjitha kanë qenë mirë me shëndet edhe kështu ja kemi kalu shumë bukur. Pastaj kemi vizitu edhe vende që ata e kanë pa të arsyeshëm që si kishin vizitu kur, sepse ka pas gra që asnjëherë nuk kanë dalë jashta regionit tonë, si Ferizaj, Hani Elizit, Kaçanik, edhe për ato ka qenë momentit mira, vizita tek varrizat e Adem Jasharit, pra të Lapidari, në Gjakov, në Pej, i kam dërguar në vendet që tamam mi pa, vendet që nuk kanë vizitu asnjëherë. Janë momentet vogla, janë momentet pakta që mujna mi bo, po për ato ndikojnë shumë. Prandaj e thash, gjdo mendim, gjdo ndoshta edhe atë sikletin që e kanë pikrisht për gjendje në të cilën ndodhen, ndoshta ditë thjesht veç e kanë përjetu edhe e kanë arrit me u kënaqë. Sa të pak e më shpresoj shumë që kjo të vazhdohet. Edhe pasi, po themi ndoshta nëse nuk do ta vazhdosh në mandatin tjetër. Do t'u alë me porosi, kush do qoftë pas meje që ta vazhdoj këtë traditë.